Sot, me një ceremoni madhështore u bë hapja e hapësirave të reja të Concentrixit në Prizren, ku me këtë rast prezentuan shumë mysafir dhe kryeministin detyrë Albin Kurti. Fillimisht të pranishmit dhe shumti ka përshëndetur drejtori i Concentrixit për Ballkan Oliver Derler, i cili tha zonja dhe zotrinj të dashur dhe partner përshëndetje. Vetëm 3 javë më parë hapëm me krenari zyrën tonë të re në Mitrovic. At the heart of this success are more than 2,500 exceptional people, passionate, talented, committed to excellence. Sot jam i nderuar dhe thellësisht krenar që jam këtu me ju, ndërsa shënojmë një tjetër moment të rëndësishëm në hapjen e zyrës tonë të re këtu në Prizren. 10 vjet më parë nisëm një udhtim të nxitur nga vizioni, vendosmëria dhe një besim i palekundër se mund të ndërtonim më shumë se sa thjesht një kompani, ku mund të ndërtonim një komunitet, një familje. Nga një zyre vetme në Ballkan jemi rritur dhe me 10 lokacione të forta në gjithë Kosovën, Bosnjë dhe Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi. Kjo rritje nuk ka të bëjë vetëm me numrat ose sipërfaqen, por ka të bëjë me jetët që kemi prekur, pengesat që kemi kapërcyer dhe trashëgiminë që vazhdojmë të kryejmë së bashku. Në zemër të këtij suksesi janë më shumë se 2500 njerëz të jashtëzakonshëm, të apasionuar, të talentuar dhe të përkushtuar ndaj përsosshmërisë. Po atyre jemi të nderuar 5 herë se fundëndësi më i mirë në Kosovë. Ky vlerësim nuk është thjesht një trofe ose një raft, por në fakt është një pasqyrim i vlerave tona, vlerave që i vënë njerëzit në radhë të parë. Kjo konfirmon atë që kam thënë më parë dhe them tani me krenari edhe më të madhe, se njerëzit nuk janë thjesht pjesë e Concentrixit, por ata janë Concentrix. Çdo inovacion, çdo arritje, çdo fitore u përket atyre. Ata janë fryma, forca dhe ardhmja e kësaj organizate. Kjo zyrë është më shumë se sa një hapësirë fizike, është një simbol i fuqishëm i vlerave, qëndrueshmërisë tonë dhe vizionit tonë të guximshëm për të ardhmen. Ajo mëshiron angazhimin tonë dhe inovacionin e punës në grup dhe në sukses të përbashkët. Përderisa për angazhimin e kësaj pike ka folur edhe drejtoresha Aurora Gumnishta Ramaj, ku me këtë rast ka folur për konceptin e punës, kujtimet për angazhimin që ka bërë në këtë kompani. Ajo me admirim të veçantë tha se këtu kam gjetur më shumë se punë dhe kam gjetur më shumë se kaq. Ky qytet dhe ky ekip kanë luajtur një rol kyç në zhvillimin tim profesional dhe personal. Këtu kam gjetur më shumë se punë. Kam gjetur njerëz të jashtëzakonshëm, një ekip të palodhshëm dhe një komunitet që më ka frymëzuar çdo ditë. Dhe për këtë jam thellësisht mirënjohëse. Në një nga qoshet e kësaj hapësire, janë vendos kujtime që na jetësojnë rrugtimin tonë, fotografi që pasqyrojnë buzëqeshje, rritje dhe qaste të paharrueshme. Por suksesi ynë nuk qëndron në imazhe, ai qëndron në ju, në kolegët tonë, që nga dita e parë kanë dhënë më të mirën dhe që edhe sot qëndroni këtu me të njëjtin entuziazëm, përkushtim dhe besim në rrugën që po e ndërtojmë bashkë. Ky përkushtim dhe kontributi juaj i përditshëm është ajo që na shtyn përpara. Na ndihmon të kapërcejmë sfida, të rrisim pritshmëritë dhe të bëhemi shembull në atë që bëjmë. Sot ta nderojmë të kaluarën që e kemi ndërtuar me mund dhe dashuri. Sot ta festojmë të tashmen me mirënjohje dhe gëzim. Ndërsa përgjegjësi i kësaj pike për Prizren, Behar Hoxhaj ka përshëndetur gjithë të pranishmit dhe ka uruar punën dhe angazhimin dhe më pastaj ka vazhduar. Ky vend i ri nuk është thjesht një ndërtesë, ai është një simbol i rrugtimit tonë të përbashkët, i rritjes, i përkushtimit dhe i besimit që kemi ndërtuar krah për krah për pothuajse 10 vite. Këtu së bashku kemi krijuar më shumë se një ekip, kemi ndërtuar një familje ku çdo ditë punohet me zemër dhe pasion, ku nuk mungojnë buzëqeshjet dhe ku çdo arritje festohet si sukses i përbashkët. Prandaj sot nuk festojmë vetëm zgjarimin e hapësirës sonë, por edhe zgjerimin e mundësive për të ofruar më shumë, për të qenë më afër klientëve tanë, për të sjellë ide të reja dhe për të forcuar me tej rolin tonë në Prizren si një degë të një kompanie ndërkombëtare. Dhe për fund, një falënderim i veçantë i takon zotit Oliver Derler, drejtorit tonë general, i cili na ka ofruar një vend pune me kushte për tej atyre evropianëve. Danke, Oliver.
Përderisa së fundi dhe kryeministri në detyrë i Republikës Kosovës, Albin Kurti, ka uruar në këtë program dhe tha jam I lumtur që sot jam këtu në Prizren. Ko më parë bashkë ishim në Mitrovic, sot jemi këtu në qytetin e Prizrenit. We are focused on ensuring a level playing field for all with predictable regulations. Our foremost aim is to build economic policy aimed at making Kosovo competitive, reliable and attractive for international investment. In parallel, we are investing in both physical and digital infrastructures. Kjo nuk është njëri nga sukseset e kësaj kompanie me renome, por është sinjal I rëndësishëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë dhe vetëm kështu mund të vazhdojmë edhe më tej. Pas kësaj është prerë shiriti dhe ka pasur këngë valle me rastin e kësaj ceremonie. Look my way, I've been patient. Found you here, it's no accident. So don't cute, follow you where you go. Don't be wasting my time, I won't be chasing. Call my name, no stress.